Kujdesi dhe mbrojtja e fëmijëve është prioritet i çdo shoqërie, por statistikat tregojnë se çdo fëmijë ka të drejtë të rritet i sigurt dhe i mbrojtur, ndërsa fenomeni i abuzimit seksual vazhdon të ekzistojë, sidomos tek fëmijët më të pambrojtur mbi moshën 6 vjeç. Kështu bëri të ditur në një lidhje virtuale për mediumin ton, sociologe Kushtrime Idrizi. Koha kur nuk i dihet, por në mënyrën që fëmijët janë të më të pambrojturit dhe më të pasigurtit në shoqëni, aty është edhe caku i të abuzuesve ndaj fëmijëve, kundrejt fëmijëve. Kryesisht fëmijët në moshat më të vogla, aty ku sigurisht që ndihen të pambrojtur, për shembull në moshat 6 vjeçare e më lartë. Kur jemi tek mbrojtja e fëmijëve, kur bëjmë një krahasim me të kaluarën dhe sot, mund të themi se ka më shumë vetëdijsim dhe po punohet vazhdimisht, shton Idrizi. Nëse krahasojmë të marrim përpas kontekstin historik në të kaluarën, edhe tash unë mendoj që në të kaluarën nuk është ndërmarrë edhe aq, sepse ne i dimë që qoftë edhe për familjarët tonë apo të afërm apo të meq edhe me kesha, nëse ka ndodhur raste të tilla edhe nuk kanë qenë të sigurt apo ku të adresohen këto probleme, apo ndoshta edhe të fshihen për nga opinioni publik, sikur një shoqëri e mbyllur që kemi qenë. Por krahasu tashme të tashmen me vetëdijsimin edhe çdo gjë që po punohet vazhdimisht, mendoj që kemi arrit me një stad ku nuk mund të themi çdo qytetar apo çdo familjar qoftë, por që mendoj që vetëdijsimi edhe ai stati ka arrit më lart, që sigurisht që janë më të vetëdijshëm, edhe me ato që me të vërtetë mbrojtja e fëmijëve është e jashtëzakonshme dhe duhet të jetë prioritet në shoqërinë tonë. Nëse marrim fenomenin e pedofilisë, ai është alarmant në Kosovë, shtoi sociologa Idrizi. Nëse marrim pedofilia është alarmante në Kosovë, që i bie se të rriturit abuzojnë ndaj të vegjëlve. Kjo dukuri nuk ka qenë e panjohur në shoqërinë tonë kosovare, por që me të vërtetë janë me shifra alarmante. Kështu që çka të themi pra, ku fëmijët i kemi në rrezik në ditë të sotit, ne si prind, ne si në përgjithësi si shoqëri civile, në përgjithësi si shoqëri, po duhet të jemi edhe të marrim masat e duhura që me të vërtetë të jemi për krah fëmijëve tonë dhe që t'i mbrojmë sa më tepër që të mundemi. Mesazhi shtehet i qartë, heshtja mbron abuzuesin, ndërsa raportimi mbron fëmijën dhe çdo fëmijë ka të drejtë të rritet i sigurt dhe i respektuar.